ka një fill që i bashkon të gjitha këto rezultate sot dhe ja vlen të bëhet diskutimi vetëm. Dhe ajo që i lidh bashkë është raporti ose Beodiri që ka dalë dje. Roli i prokurorisë në zgjedhje. Sigurisht që vetë fakti që problemi është real, ju ka bërë që pavarësisht se kjo është një rezolutë për 2024, keni përfshirë 2025, me drejt. Dhe jo sepse ndodhi në 2025 në thjesht, sepse është përkeqësim në vazhdim, në ngritje i problemit. E njëjta gjë për SPAK-un. E njëjta gjë në lidhje me KLP-n, pra që bën kjo, ndërkohë që pranohet që deri më sot ka qenë e bllokuar, nuk ka funksionuar. Në raportin e Beodirit që kam parë, përmendet vetëm SPAK-u. Asnjë institucion tjetër nga ato që ju cituat. Dhe për SPAK-un thuhet që është ngritur një platformë online ku mund të bëhen denoncime dhe e vlerëson si hap pozitiv. Prokuroria e përgjithshme nuk përmendën asnjë faqe. KLP-ja që unë besoj s'ka lidhje fare, nuk e lidh as institucionalisht as tangencialisht, nuk e lidh me çështjen e zgjedhjeve.